Pas kërkesës së Partisë Demokratike, e cila në fillim të këtij muaji kërkoi informacion nga prokuroria e posaçme për hetimet mbi krime zgjedhore, SPAK ka reaguar zyrtarisht këtë të hënë në 22 prill. Në një përgjigje drejtuar Partisë Demokratike, kreu i SPAK Altin Dumani ka sqaruar se nga janari i këtij viti janë regjistruar gjithsej 18 procedime penale lidhur me krime zgjedhore, nga të cilat 5 janë nisur kryesisht pranë iniciativën e SPAK-ut, ndërsa pjesa tjetër është e bazuar në kallëzime apo denoncime. Kjo kërkesë e PD-s vinte në kuadër të shqetësimeve mbi parregullsitë zgjedhore përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në janar 2025, SPAK njoftoi ngritjen e një task force të specializuar në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me synim hetimin dhe parandalimin e krimeve elektorale gjatë gjithë procesit zgjedhor. Task Force e udhëhequr nga kryeprokurori Altin Dumani përfshi një strukturë qendrore dhe ekipe hetimore në terren, të cilat do të mbeten funksionale deri në përfundimin e zgjedhjeve në maj 2025. Për Tiranën, hetimet mbi krimet zgjedhore do të mbikëqyren nga zëvendësdrejtuesi i SPAK-ut Anand Xholi, si dhe nga drejtuesi i seksionit kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik Lodian Braho, të cilën do të punojnë ngushtësisht me Dumanin në këtë proces monitorimi.